dhe kemi parasysh që Bashkimi Evropian ka qenë shumë i ndjeshëm për sa i përket përdorimit të fondeve të Bashkimit Evropian për bujqësinë apo kuadrin e projekteve i parë, të cilët u bën edhe objekti edhe i kujt edhe i vlerësimit nga strukturat e auditimit dhe kontrollit OLAF të Bashkimit Evropian, ku Shqipëria u penalizuar për këtë dhe për këtë çështje duke parë që dhanë reagimet ndodhen në Bashkimin Evropian, që ai është shumë i ndjeshëm për sa i përket çdo situatës brendshme politike dhe ato sociale në Shqipëri, edhe sepse shef edhe një lloj kërcënimi për vete, sepse njerëzit ikin për shkak të këtyre pakënaqësisë, pavarësisë sociale e ekonomike dhe parë këtë në këndvështrimin e tyre, ato e shohin si një kërcënim se përda vjen ky kërcënim në dyert e Evropës, një nga arsyet, dhe si i tillë ato kërkojnë edhe transparencë për sa i përket ndonë kërkesave të qytetarëve dhe të protestuesve dhe që të reflektohet në përmbushjet e tyre dhe jo thjesht vetëm duke përcjell mesazhe apo retorik politike. Donë jep një farë mënyre donë të drejtë dhe gjenje honde edhe në këto institucione përmes edhe këtyre qëndrimeve, transparenca për përdorimin e fondeve publike dhe çdo çështje aq më tepër këto sensitive që lidhet me korrupsionin në vendin tonë, që janë çështje të ndjeshme dhe sensitive dhe pjesë e debatit dhe këto institucione që kanë bën pikërisht në procesin integrues. Tashmë kërkesat e protestuesve nuk janë një dhe vetëm një për çështje të caktuara, por janë gjithë përfshirë, se janë për tema të cilet kanë kapur janë pjesë e negociatave dhe asaj që Shqipëria duhet përmbush në procesin e integrimit të Bashkimit Evropian. Zolizi, ju vetë çfarë shihni për atë, cili do të jetë skenari i këtyre protestave dhe mendoni se do të ketë një dorëheqje të vetë kryeministrit shqiptar Edi Rama? Nderuar, me aq sa e shoh unë don protestën e cila për hir të vërtetës ka dhënë disa shenja dhe maturitetit të saj në kuptimin e qëndrueshmërisë, konsekuencës së protestuesve, organizatorëve të saj, të cilët sot janë në ditën e 18 të tij, që për të treguar që kjo vendosmëri është e madhe dhe lidhen me çështjet kardinale që shqetësojnë shoqërinë shqiptare. Dhe kërkesa kryesore e tyre është e panegociueshme që ka të bëjë me dorëheqjen e qeverisë, sikundër edhe përmbushjen e të kërkesa e tjera që ka të bëjnë me investime strategjike, me transparencën përdorimin e fondeve apo vendimarrjes publike, sikundër edhe me paketën e maleve e tjera që janë në thelbin e shqetësimit të qytetarëve shqiptarë nga gjithë stresat, se pjesëmarrja aty është një pjesëmarrje po themi e diversifikuar, sikundër edhe vendimarrja dhe organizatorëve. Nuk është një organizim centralizuar me një leadership, por kanë zgjedhur një strategji mozaik në kuptimin horizontal të menaxhimit të saj dhe kjo është diçka e mirë në kuptimin e asaj që mos të mbash pesa e kësaj pesha dhe i hona e kësaj proteste, pa e të vazhdoj si e tillë dhe mos të kapitalizohet në interes të askujt, por në interes të qytetarëve dhe të cilët ato e kanë iniciuar dhe gjithë suksesi i kësaj proteste, mendoj që për të artë përgjigja e pyetjes është që në vazhdimi i kësaj masiviteti i protestës, për shkallëzimi i saj dhe zgjerimin e gjithë hartën e vendit, sikundër ka gjetje onë edhe në diasporë, dhe mendoj që protesta skenarët e mundshëm të saj janë disa, skenari më pesimist është një humbje e zbeje e saj, edhe të ketë një fat si çdo protestë tjera, mendoj që kjo nuk do të ketë këtë fat për vetë fakti që ka kaluar testi i provës qëndrueshmërisë së saj, qoftë në aspektin e pjesëmarrjes gjithnjë në rritje para rujtjen e saj, ka bërë një honë duke u ndërkombëtarizuar, qoftë në institucionet ndërkombëtare, por edhe ato të cilët e monitorojnë zhvillimet në Shqipëri dhe marrin shënime përkatëse dhe përcjellin mesazhe për qeverinë shqiptare dhe për aktorët e tjerë, po sikundër mund të jetë një skenar që ky vrull dhe kjo energji e derë në këto sheshe të mund të kapitalizohet në kuptimin e një lëvizje apo një fryme
por që nuk do të dëshirohet të jetë si një parti politike, sepse kuptohet historia e partive politike në Shqipëri që lindin edhe nga këto shpërthime, gjithmonë ka dështuar për vetë fakti që ky polariteti politikë në Shqipëri vizetohet nga dy forcat kryesore të janë të mirë strukturuar dhe mundon ta kapitalizojnë për vete këtë pakënaqësi dhe sepse prezenca e protestuesve dhe profile dhe bindet e tyre janë të ndryshme. Aty ka nga gjithë forcat politike, madje edhe majtas dhe djathtas edhe elektorati grup, po për fakt do të ishte edhe i bekuar çdo forcë politike apo çdo kusht e cilet këtë energji, këtë elektorat të mrekullueshëm, kuptimin aty që ato përfaqësojnë dhe mënyrën se si artikulohen të shërbejë të ardhmës së Shqipërisë dhe përmbushis atyre kërkesat të cilet ato me të drejtë i kanë shpalosur dhe i kanë mirë artikuluar. Dhe skenari tjetër është që kjo të vazhdojë si e tillë dhe mund të ketë edhe një ndërhyrje ndërkombëtare për ta bërë realitet përmbushjen e atyre kërkesave dhe mendoj që pas së shumtim edhe më tepër gjas është që edhe faktori ndërkombëtar të bëjë pjesën e vet të punës në këtë drejtim, sepse ndikimet aty mund të jenë të ndryshme, nga forcat politike të cilët mundon ta kapitalizojnë dhe ta bëjnë për vetë atë, është një grup organizatorësh i cilët është i pavarur dhe është në kuptimin e saj që nuk ka monopolin dhe si i tillë mundon ta majë gjallë dhe fort dhe këtë protestë dhe të tjerë të cilët skenari pesimist se tham që ai mund të zbehet gradualisht për vetë faktin që të humbas edhe kohezioni i brendshëm të qoftë organizatorëve atyre që menaxhojnë dhe udhëheqin dhe të shit tillë edhe gjithë protestuesit, qytetaria, rinia që e mbështes, të vijë në moment që edhe mund të lodhet. Mund janë gjithë farë skenarësh mund të jenë, por që koha do ta tregojë. Por e vërteta është që kjo protestë për hir vërtetës ka tronditë edhe ndërgjegjen edhe vetëm qytetare, duke i bërë për vete rinin, qytetarin, gjithë pakënaqur, por edhe vetë edhe forca kryesore e opozitës është e befasuar në kuptimin e forcës dhe energjisë që ka prodhuar kjo protestë dhe duke qenë edhe masive, e cila nuk është pasi e tillë në gjithë historinë e tranzicionit shqiptar që nga protesta studentore e lëvizjes studentore 90-91.